të cilat u manifestuan për turpin e të gjithëve ne në rrugën e protestës, ishte drejt për drejt objektivi i operacionit të tyre. Shënjestrimi i kombit hebre me një antisemitizëm të panjohur për Shqipërinë, deri në atë moment, që shkoi deri tek shkulja e flamurit të ambasadës Izraelit, edhe ajo e nxitur nga element të huaj, që në atë rast ishin fizikisht rrotull dhe shfrytzuan një tuf nga të verbrit vendor, ishte përdhunimi publik i kujtesës së shenjtë të atyre familjeve shqiptare, në shumicë muslimane, që i dhanë lavdi dhe nder për jetë Shqipërisë, duke marrë në mbrojtje hebrejt me jetën e tyre dhe duke i treguar Europës së madhe, të të pasurve dhe të fuqishme, se një vend i vogël, i varfër dhe i dobët, u bë busulla e mbetur morale e një kontinenti të tërë. Por dhe këtu prap duhet ta përsëris dhe të jem shumë i qartë. As ndërhyrja e aktorëve tuaj shtetëror, as sponsorizimi maramëndës i breshrive digjitale nga lobet e konkurrencës së industrisë mesdhetare të turizmit nuk e shpikën sekëldin që i nxori flamingot në bulevard. Ata pa diskutime shfrytzuan egërsisht atë sekëldi dhe u përpoqën shumë ta kthejnë në një zjarr të pakontrollueshëm. Pasojat mbi sezonin turistik dhe mbi ekonominë e familjeve që jetojnë me turizmin, i tregoi bilanci i fundqershorit, kur për herë të parë, pas shumë vitesh, dhe krejt në kundër tendencë me janar, maj që ishin zjarr në rritje, rritja stopoi. Në shifrat e qershorit kaluar aty. Ama duhet të jem po kaq i troçt se duke i treguar shqiptarëve që po ndodhte kjo, asnjëherë nuk më shkoi mendja të akuzoja protestuesit e sinqert si bashkëpunëtor të vrasësve të Teheranit, apo kukullat të tjetër kujt që bashkë me Iranin u fut në mendjen e miletit përmes lloj-lloj postimesh, ndjella këqija dhe komentesh me gjuhë urrejtje, të cilat nuk i lexuan vetëm shqiptarët, po u lexuan kudo. Sepse përqindja më e madhe e përmbajtjes digjitale u prodhua në këto vende, e dokumentuar. As më ka shkuar dhe as më shkon ndërmend se mund të jetë shpallja e protestuesve si armiq dhe e kritikëve si agent. Reagimi im ndaj kësaj risie negative që na i futi armiqt brenda në shtëpi, jo përmes bombardimit kibernetik, si disa vjet më parë, por përmes përmbytjes së kanaleve sociale, të cilin deri në qershor e kishim dëgjuar si fenomen nga historitë e pabesueshme të vendeve të tjera demokratike. Dhe përtej rritjes domosdoshme të kapaciteteve teknologjike mbrojtëse, ne duhet ta shtrim reagimin dhe për këtë tek adresimi atij hendekut, duke dëgjuar më herët, shpjeguar më qartë dhe mbi të gjitha duke bërë këtë me empati për njerëzit. Pas fitores madhe që na dha 83 mandate, e kam thënë në disa takime të brendshme me ju, ajo fitore, sa që është bekim, është dhe mallkim. Bekim, sepse na dha forcën për të vazhduar transformimin me besimin e madh të popullit. Mallkim, jo vetëm sepse pas atij besimit të madh që na dhanë shqiptarët e shohin tek ne shkakun e çdo gjëje që nuk shkon, po dhe sepse fitoret e mëdha, si ajo e qershorit shkuar, e kthejnë në mbi pesh të përjetuar keq çdo përplasje
mes realitetit dhe pritshmërisë së qytetarit. Dhe kjo, sado e pamëshirshme t'ju duket, është rrjedhore e faktit që ne vetë bëm Shqipërinë një vend ku tani më krahasimet nuk i bën më thuajse askush me dje. Po të gjithë i bëjnë me Europën e zhvilluar. Por ne jo vetëm nuk kemi drejt të ankohemi pse po gjykohemi kështu, po duhet pranojmë dhe atë që dhëmb edhe më shumë. Faktet tona shpesh nuk dëgjohen, edhe sepse përjetohen si arrogancë. Jo se janë të rreme, as vetëm sepse vinë pa dëgjim përpara, pa shpjegim të mjaftueshëm më pas, po sepse dhe kur jepen pa empati. Një e vërtet e thënë me arrogancë, mund të mbas përballë një gënjeshtre të thënë me empati. Dhe që të kuptohemi mirë se për çfarë po flas, dëgjoni një tjetër nga një duzinë historish që unë i kam ndarë veç, i kam shënuar duke parë pasqyrën e bulevardit Flamingo. Për bujqësinë ne kemi bërë sa nuk ishte bërë kurrë. E thonë statistikat e prodhimit, të eksporteve, mbështetjes për fermerët. Po një djalë që akoma sot unë nuk e njoh për fytyrë, po e quaj Arbër, pasi s'kam leje t'i përdor emrin, nuk e nxori bulevard mos pajtimi me statistikat. As kundërshtia me faktet tona kokëforta në mbështetje të bujqësisë. E nxori përjetimi. Përvoja e mungesës së empatisë në marrëdhënien e tij personale me shtetin. Ai është një fermer nga një fshat i Lushnjës, ka 8 vjet që merret me bujqësi, e nisi me 1 hektar manafera, krijoi një shoqëri bashkëpunimi bujqësor, kaloi te kajsit e një varieteti të patentuar dhe sot ka 12 hektar me kajsi. Ka lidhur marrëveshje me një kompani të madhe italiane dhe ka përgatitur një plan biznesi për 1.5 milion eurosh për të investuar në 80 hektar tokë publike në Vlorë, plan të cilin e ka çuar Ministrinë e Bujqësisë. 3 vjet priti përgjigje. 3 vjet. Priti përgjigjen, jo tokën, përgjigjen. As po, as jo. As bëhet, as nuk bëhet. Riprit. Në mesazhin e tij, Arbri shkruajti, citoj, nuk e di nëse jam sorr, flamingo apo korb. Jam një katunar që e dua sadopak këtë vend. Unë fola me të, po në atë pasqyrën e bulevardit Flamingove ishim plot si ai. Ku unë pash se sa e padurueshme është bërë për njerëzit mungesa e empatisë së njerëzve të shtetit. Arroganca e zyrtarëve pa gjak, që u flasin sikur të kenë karrige në vend fytyrës, ndërkohë që fytyrën e kanë parkuar në vend të prapanicës. Dhe këtu s'po flas fare, hiç, për ata që u kërkojnë dhe lek, se pasaj është fjalim vete ky. Dua ta dëgjojnë të gjithë arbrit e atij bulevardi, se nuk janë as sorra, as korb. Ata janë Flamingo. Sepse Flamingo nuk është kush na jep të drejtë gjithnjë, po kushdo që na kujton të drejtën që ka për të na kërkuar llogari. Flamingot janë revolta e brendshme paqësore e qytetarit, sorrat janë balta e pështirë e sharlatanit. Flamingot janë kërkesa legjitime e llogarisë qytetare, korbat janë jargët e urrëties ekstremiste. Flamingot janë njerëzit e krijimtarisë, punës,
djersës, që kërkojnë më shumë nga ky vend dhe më shumë vend në zhvillimin e këtij vendi. Sorrat dhe korbat janë dështak zemrakët politik dhe mediatik. Kemi njohur nga këta se kemi kontribuar dhe ne pra tuf njerëz dhe mlefeve dhe të hakmarrjeve që nuk duan ndërtojnë asgjë, po vetëm që gjithçka të rrëzohet. Flamingot na treguan plagën që ta mbyllim ne. Sorrat dhe korbat e kruajnë plagën që ta mbajnë sa më gjatë hapur. Flamingot kërkojnë provën e empatisë sonë. Korbat kërkojnë gjak nga çdo provë e punës dhe e mundit tonë. Flamingot na treguan dhe unë po ju rikthej tek historitë e mia me një histori që besoj e keni parë të gjithë. Dje. Atë nënën me fëmijën me spektër autik, të cilën korbat e kishin marrë me vete te parlamenti për ta kthyer në viktimën e policisë që ishte aty për të mbrojtur deputetët nga të verbrit e dhunshëm të Shqipërisë. Ne sapo e kemi dyfishuar mbështetjen për fëmijët autik. E kemi rritur mbështetjen dhe për nënat e tyre. Por ky është fakti ynë, thjesht, ndërsa përjetimi i asaj nëne është krejt tjetër. Ajo mund mos jetë fare e informuar ose dhe mund të jetë e informuar për dyfishimin e mbështetjes për djalin. Por ajo nuk e ka ndjerë kurrë empatin tonë. Aty në atë fundin e atij hendekut, mes faktit tonë dhe përjetimit të vetmisë së saj dëshpëruese. Dhe pikërisht aty, në fund të ndekut, e futën sorrat dhe korbat dorën e solidaritetit tyre hipokrit. Për ta marrë me vete te parlamenti dhe për ta abuzuar atë nën bashkë me fëmijën autik. Me të njëjtin manual që përdorin edhe terroristët kur abuzojnë gratë dhe fëmijët, duke i përdorur si mburoj, teksa sulmonin me maska policinë e shtetit. Dhe pastaj e vunë dhe përpara kameras. E përdhunuan dhe e nxorën në mexhelis për t'i qarë hallin. Dhe i kthyen lotët e saj në breshër përmes algoritmit. Pastaj e la në fatin e saj dhe u nisën për ke mikrofonin në bulevard. Njësoj si dha skuthat e zinj që i kemi parë në përdorimin e këtij manuali, që çojnë të tjerët mish për top dhe pastaj kërkojnë solidaritet për të shkretët njerëz, duke mbajtur fjalime dhe duke kërkuar që Zoti të dënojë terroristët në pushtet në emër të viktimave të shtetit policor. Të dashur deputet dhe ministra. Flamingoja mund të dalë kundër nesh në protest dhe tjetë aleati ynë natyral i kësaj epoke.